Gjithmonë kam ruajtur raporte të shëndosha me kolegët e mi dhe prej të cilëve kam mësuar mjaft shumë në jetën time. Elektorati im gjithmonë vjen nga fusha arsimit me mësimdhënës, drejtor shkollash, me të cilët kam bashkëpunuar në kohë të gjatë, e sidomos to 15 vitet e fundit. Po mbi gjitha është edhe pjesa e rinisë, e studentëve të cilët janë pjesë e kolegjit AB, me të cilët unë kam bashkëpunime të qëndrueshme dhe përkraje të vazhdueshme për punën e tyre praktike e cila duhet bërë në terren. Gjithmonë duke u lidhur me pjesën e tregut punës që atyre ju duhet. Instruksionet e forta që jap janë në këtë pjesë dhe bashkëpunimi gjithsesi vjen edhe te kjo pjesë. Por mos harroj edhe pjesa e kolegëve të mi të cilët tash janë veç të pensionuar dhe unë vazhdoj t'i kem raportet e mira me ta, sepse ata ishin shtylla kryesore që mu më drejtuan që unë vazhdoj këtë rrugtim edhe politik. Ishin ata mbështetësit e mi kryesor të cilët kam pa potencialin tek unë dhe më kanë nxitur që unë vazhdoj punën në këtë pjesë, edhe pse jo të jem pjesë e garës edhe tek niveli lokal, po edhe tani në nivelin qendror për zgjedhjet parlamentare. Të jesh pjesë e garës zgjedhore, të kërkosh besim tek qytetari, është edhe puna, karriera, raportet, angazhimi juaj gjatë jetës. So keni mundër të arrini, të ngritni këtu raporte me qytetarit, me njerëz të ndryshëm, profile të ndryshme, fushave të ndryshme, që të keni çdo herë besimin e njerëzve në mbështetje. Unë punoj në fushën e arsimit nga viti 1990, prej atëherë unë kur kam diplomuar dhe gjithë puna ime, karriera ime ka filluar në shkolla për të vazhduar më tutje edhe në institucionet nivelit të lartë. Gjithmonë kam ruajtur raporte të shëndosha me kolegët e mi dhe prej të cilëve kam mësuar mjaft shumë në jetën time. Nga puna, nga përvoja, nga aktivitetet, nga komunikimi që duhet bërë me secilën instancë të cilat vjen. Pjesën edhe të komunitetit të prindërve, të studentëve, kolegëve, edhe kjo më ka bërë që unë të mësoj nga secili nga ta gjatë gjithë punës, që kam punuar drejt për drejt në fushën e arsimit.